Adela. Ajde, Adela. Mirë mbrëma, Adela. Emisioni Bardhazi. Komplet me të Bardha. Bardha. Po, përshëndesim Bardhën. Përshëndesim Bardhën se më thaf se s'më ke përshëndetur. Bardha? Fansja numër 1 emisionit ton. Bardha? Po, Bardha kush? Bardha janë. Bardha. 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 Po, Bardha. Gëzuar ditën e verës që vjen nesër, ju urojmë gjithë shqiptarëve një verë të mbar. Amin, nuk e dija i po që na i dojshën ballokumet. Po ti si, bore? Unë të mijat. Të shishme, më tanë. Jo, i ke bërë të shishme, po lëre. Nuk janë aq të bukura, as jemi ne të tre, po janë shumë të shishme. Po, unë nuk i dua gjërat e bukura, dua gjërat e shishme. Të shishme, je një mashkull tipik shqiptar. Jo, qëtë, shqiptarët i duan të bukura, me. E drejt. Unë jam jo tipik. E vërtet. Një shumë mix. 1-0 për Elionin. E, pas kam shumë etje, që am keni sjellë sot? Lajfiz, mrekullueshme. Ta ka sjellë Lajfiza. Ta ka sjellë Lajfiza. Shisa kujdeset Lajfiza për ne. Tani ta hapim i qik. Po, do ta se mua pëlqen ajo zhurma. Gëzuar me Lajfiza. Gëzuar për ditën e verës. Gëzuar për ditën e verës. Po, si s'bet? Bet që sot biles. Se ja erdi nata. Do flasim për gjërat të nxehta. Po. Mon. Për gjërat të nxehta me ujë të ftohtë. Piçi kujti. Me gjërat të nxehta me ujë të ftohtë. Nuk demi me këtë. Jo. Jo, me gjithë ato e premte është si diet. Si diet, hajt, nisi e mbar. Tani, moja del, çka ngjar? Çka ndodhur? Ka ndodhur një renditje për burrat. Ama mos ja fut kë. Kjo rubrikë është edukuese për burrat. Tashmë un jam xhelati burrave. Kjo diet vetë Giotina. Giotina. Unë do thoja udhërrëfyesja. Po edhe kjo. Po. Po qenë diplomate, si gjithmonë Ornela, dem diplomati lezetshëm. Është bërë një rankim... Atje do thoja që kush burr ndjek këshillat e tua, bëhet njeri tamam. Po, bet burr. Po më vinte shumë për të qeshur se ishte një koment... Bëhet burr. Po si e burr, që Adelën bësh burr. Po, normal. Po s'do që Adelën që do ndjeki. Ishte një koment që thoshte, kjo Adela, sa e lezetshme, fresk fare, luma ishtë do e marri dhe thash, vlla. Vlla, ti se dish të pret. Ti se dish të pret, pa më mirë mos ta di. Do vuash, më beso. Po ti ku e di kaq mirë? Sa vetë ajo, ato të më thot. Ajo nuk e përgëzoj. Tani, është bërë një renditje për burrat, dhe gjeni se cili vend ka burrat më gentil në botë kur vjen puna tek pagesa dhe që s'të lën të fusësh dorën në xhep asnjëherë. Shqiptarët janë të parët. Shqiptarët jo, nuk janë shqiptarët të parët. Jo. Italianët jo. Po që janë këtej afër Ballkanit